Habit eksperti jashtë i të ruani tranguj që të zgjasin më shumë. Shumica e njerëzve i hedhin tranguit në stërtarin e frigoriferit që nuk është alternativa më e keqe, por ekziston një truk i thjeshtë që do t'i mbajë më të freskët për më gjatë. Mbështillni të gjithë trangullin me mbështjellësin plastik dhe më pas ruajini në një enë hermetike, e cila vepron dhe ruan lagështinë dhe parandalon pjekjen. Pasi ta provoni këtë metodë, do të befasoheni kur të shihni se tranguit janë ende krokant deri një javë më vonë. Nëse i prisni tranguit paraprakisht, mos i vendosni në një qese plastike nëse nuk planifikoni t'i hani në të njëjtën ditë. Në vend të kësaj, mbështillini ata në një peshqir letre të lagur dhe më pas të ruajini në një enë hermetike deri në 5 ditë. Ruajtja e lagështisë është çelësi për të mbajtur fetat e trangullit të freskët për aq kohë sa kjo të jetë e mundur.